Me iniciativë të mërgjimtarit nga Amerika Ardil Beshiri dhe në organizim të shoqatës së bjeshkatarëve ujmiri e në bashkëpunim me komunën e Kërçovës në moton Merinin Uskana përndritet, u organizua një ditë në natyrë me nxënësit e shkollave fillore të Kërçovës. Gjithashtu ky aktivitet ishte me karakter garues dhe për qëllim ka promovimin e atletikës, thot ndër të tjerat profesori Qamil Aliu. Unë do të quaj pishnaj, në plot kuptim të fjalës është vendi i pishave, jo i dardhave, po sidoqoftë, kjo është një aktivitet në një idenë më tepër të Ardil Beshirit që vjen nga Amerika dhe në mbështetje të komunës dhe shoqatës bjeshkatare të ujmirit. Ne e pam që të mblidhen, të përfshim të gjitha nxënësit e shkollave shqipe dhe të bëjmë një atraksion, një atraktivitet sportiv dhe të promovojmë mbi të gjitha sportin e atletikës, që është anashkaluar shumë. Dhe fatmirësisht kësaj thirrje janë përgjigjur edhe shkolla e Fai Konica edhe Rezhurshi Zajazi, shkolla qendrore e Jona, është edhe ka nxënës prej Miltogurës. Fatkeqësisht ende nuk kanë ardhur nxënës të Gjergj Kastrioti dhe Naim Frashërit. Pavarësisht asaj, falë edhe komunës që na mbështeti, niveli organizativ është jashtëzakonisht i lartë. Antarët e shoqatës bjeshkatare të ujmirit kanë marrë detyrat e veta. Fillimisht promovojmë shtigjet malore, do të ecim 4 kilometra vajtje ardhe për nxënësit, nga Pishnaja deri te Trekanshi, ajo është pika ku do të mbërrim edhe pastaj do të kthehemi të zhvillojmë garat atletik në disa disiplina për femra dhe mashkull. Për femra kemi vrap në 50 metre, 100 metre, 4 nga 50 metre stafet, dhe në disiplinën e mashkujve do të ketë vrap në 100 metre, 200 metre, 4 ka 100 metre stafet, do jetë mjaft atraktive, besoj. Të përmend edhe këtë se për nxënësit kemi siguruar ushqim, që do të servohet mora 13, edhe ka pije pa kufi, kishte edhe ka ende ushqim mëngjesi, gjeratimta, kifle, burek, që shërbeheshin nxënësit, besoj se do të trajtohen mirë. Rreth aktivitetit folën edhe mërgjimtari Ardil Beshiri dhe antari i shoqatës së bjeshkatarëve ujmiri Osman Adili, të cilët u shprehen të kënaqur nga ky aktivitet. Që të ringjallim rinin, që të jetë të kalojmë një ditë bukur, të kënaqur në mes, që Uskana të rri me rinin, që Uskana të vazhdojë të jetë edhe të lullzojë. Do të thonë, kjo ka qenë një ndër ajo që ka shtyr juve edhe ikja e të rive që është në mërgjim, që këtu t'jenë sa më së bashku që të mos ikin jashtë. Po gjithë qëllimi i asaj që nxënësit të rrinë këtu të kënaqen që mo ikin, të aktivizohen me sporte, me të ndryshme, me aktivitete ndryshme që rinia të jetë në Kërçovë sa më shumë. Ardil, ju jeni në mërgjim, sa u prek juve me që ju keni ikë në kohë shumë atë herët, kur i shifni se rinia vazhdon të ikin nga Kërçovë? Gati sa janë këta, 4 vjeçar kam ikë në Amerikë, edhe shumë e dhimbshme. Prandaj e bëjmë me gjithë mas që rinia të rri këtu, të kënaqet që Kërçovat të lullzojë me rinin. Thona që nuk e ke pas ti në atë koha këtë sot të vasërvesh këtë një? Po, shumë e vërtetë dhe shumë e dhimbshme. Faleminderit juve Uskana, komunës gjithve, gjithë bjeshkatarëve, komuna që na përmbran gjithë. Përpara ka pas shumë aktivitete, po një kohë është një mos aktivizim, po tash më vjen shumë mirë që reaktivizohet këto manifestime kaq të mrekullueshme me nxënës, me aktivitete të ndryshme, falë shoqatës bjeshkatare ujmiri, ku është përcaktuar Ardil Beshiri më shumë, edhe si sponsor edhe si aktivist i dallu, bashkë me ne, bashkë me kryetarin Selimin, me Qamilin, me Mo konkretisht, dhe fillojnë këto aktivitete kaq të mrekullueshme. Kjo nuk do të thotë që të ndalemi, këtu duhet të vazhdojë vazhdimisht që rinia ta përqejë vendin, se është problemi i mërgjimit, dhe dikur mund të thonë ata që do të bëjë unë në Kërçovë, a kupton? Këto aktivitetet e shumë herë kemi parë kazvise se organizojmë për Kërçovë herë e parë. Po qashtu, edhe falenderoj komunën, falenderoj organizatorët, falenderoj televizionin tuaj Uskana,
i cili televizion nuk u bëj fytyrë, po është një televizion i cili na ndjek hap pas hapi dhe ka dëshirë shumë të flak për zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe në gjitha nivelet.